Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë që të bashkoheni me ne në festën e Zojës Ndihmtare, pajtore së famullisë së Prizrenit dhe të IPSHQV-së së Kosovës. Kjo festë do të kremtohet me një meshë solemne në katedralen Zoja Ndihmtare në Prizren të shtunën, me 24 maj në ora 11 paradite. Kremtuesi i kësaj meshe do t'jetim Zot Zef Gashi, ndërsa famullitari i Prizrenit është Dom Shan Zefi. Ftojmë të gjithë besimtarët të marrin pjesë në këtë kremtim të shenjtë për të nderuar Zojën Ndihmtare dhe për të forcuar bashkimin ton në lutje e besim. Mund të na dëgjoni edhe në faqen tonë zyrtare radiomariakosove.org, në rrjetet sociale, në Facebook dhe YouTube Radio Maria Viz Kosovë, në valët FM 105.2 MHz për rrafshin e Dugagjinit, 107.4 MHz për rajonin e Prishtinës, si dhe përmes aplikacionit Radio Maria Play, falas në telefonin tuaj. Të shtunën me 24 maj në ora 11, mesha solemne në katedralen e Prizrenit. Zoja Ndihmtare, lutu për ne.